What the fuck? Kostian, sot do mësojmë një fjalë bashk. Okej, patjetër. Nga fjalori shqip, a e di çfarë është fjala kuçk? Po, e di Jo, kështu mos si qesh, jam shumë ofendim. serioze. E di kështu si ofendim, po nuk e di definimin e saj. Tani Arbana e justifikoi, tha varet nga konotacioni që përdoret. Ola tha është fjalë e rëndë, ta vërtetoj me fjalorin shqip. Fjala kuçk ka një kuptim keqësues, pra një kuptim negativ. Okej. Dhe do të thot grua ose vajzë e përdal. Kjo është definimi i fjalës kuçk. Nuk e di se kush jep justifikime apo nën kuptime apo momenti se si thuhet dhe duhet marr. Nuk e di se si Ka një nën kuptim të dytë për shembull që kur e thot moza. Ja, nuk ka asnjë nën kuptim të dytë. Fjala është ajo siç thuhet ashtu merret. Kjo është e gjitha një gurgule shumë e madhe. Shumë e madhe dhe ka mbetur dikush pa reaguar ose pa ja marr atë mendimin e tij të parë, sepse u duk sikur u habit gjatë live-it, por Adioni më pas nuk është shprehur më, ka bërë një postim suportues për Olën, por aq. Kanë edhe disa personazhe të tjerë të cilët kanë reaguar në mbrojtje të Olës, kujtoj këtu Shqipe Hysenaj me postimin e saj, edhe disa të tjerë. Por, përpara se ne të vazhdojmë më tutje me këtë live çfarë kemi programuar, ju duhet na bëni subscribe patjetër në YouTube dhe follow në gjitha rrjetet tona sociale, kudo ku shihni logon e Andales, sepse po rikthehet La Villa Drama. Dhe me këto, ne telefonojmë tani Adionin për ta pyetur nga afër. Hello, Adion si e? Përshëndetje. Mirë, unë jam Artemisa dhe të telefonoj nga Andale. Dhe në fakt, gjithë vëmendja mediatike është rrotulluar këto ditët e fundit Adion rreth teje, marrëdhënies tënde me Olës dhe gjithë gurgules mediatike që kanë ndodhur pas fjalës që Ola përdori në live. Ti ke një mendim rreth situatës, a e mbron dhe a justifikon fjalën që Ola përdori kundrejt Arbanës? Po u habita sepse nuk e prita, sepse mënyra që u ndru situata pak ishte e fejshme, dhe që për shembull nuk është që Ola ose unë nuk më para Olës këmë thonë atë fjallë, të cilën nuk ndihem mirë fare që këmë thonë, po e di që të njëjtën mënyrë ka thonë edhe Ola. Fatke që këna thonë, po veç mënyra që e bon fjallën që une e kom në gjullë atë në firmë nga dikush tjetër. Edhe ata kur hapë kështu, thanë që është okej me thonë sepse jeni dyshu që... Po e justifikonin? E justifikonin në momentin kur na thamë tullëm shumë keq, edhe e patë që edhe Fabiola të njëse me nëni shumë keq se e keni pa çfarë shpirti ka Ola dhe çfarë shpirti ka mune, edhe nuk hupen vetëmi sandet për një fjalë, po thua ti, nuk duhet të hiqen të gjitha ato çfarë keni bërë. Po, s'mund është mja njët. Adion, edhe një pyetje të fundit. Në momentin kur ti dole, ishte një moment shumë simpatik, ku ti vendose ta puthësh Olën. Edhe askush nuk e priti, me thënë të drejtën pas gjithë historisë dhe kërkesës së vllajt të saj. Pas daljes nga firma, a ke pasur mundësi kontakti me ndonjë prej vëllezërve ose familjarëve të Olës për këtë puthje? Kom fol me ta, po... Si e kanë pritur? Kanë fol edhe familjarët, para meje. Okej. Pra, ka një shans për të vazhduar marrëdhënia juaj jashtë? Po si jo. Ola është shpirt. Ola është jetë. Adion, kush e fiton firmën sipas teja? Do jetë Ola? Ola ose une me Olën nëse kthena.
Se ekziston dhe ky shansë? Po ku ti unë Allah, se dojnë në krena. Gjithsesi Adionina Shumë vjen mirë që edhe faleminderit. me familjarët e Olës ti je në rregull dhe i ke sqaruar ato 2-3 Çdo pa qartësi. Kështu që shumë faleminderit Adioni, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Të përqafojmë, shumë faleminderit. Pafshim. Ciao. Kemi dasëm në horizont. Nuk e di se shika, përpos çdo gjëje, përpos çfarë reagimi kemi. U lumturova shumë sepse unë përgjithsisht lumturohem për njerëzit që kanë dashuri në çfarë do lloj situatash, rrethanash, të vi jeta reality show në këtë rast dhe çdo gjë tjetër, mbi çdo gjë triumfon dashuria. Dhe prit, shanset që kjo dashuri të triumfojë janë shumë të larta. E di pse? Sepse Ola mund të dalë. Pse mund të dalë Ola? Tani ne tham që ti e pyet Adionin a do e fitoj dhe ai tha mund ta fitoj, por në fakt është hapur një televotim nga ferma VIP nëse Ola duhet të vazhdojë të qëndrojë brenda shtëpisë së fermës VIP apo duhet të dalë. Dhe në fakt ne kemi bërë një poll në Instagramin e What of a Show ku ju duhet të na bëni follow nëse Ola meriton të qëndrojë apo jo. Dhe gjej se si janë përgjigjur njerëzit. Jam shumë kurioz të di. 86% kanë thënë që Ola duhet të dalë nga shtëpia dhe 14% kanë thënë që Ola duhet të qëndrojë në shtëpi. Dhe kjo tregon preferencat e publikut. Shiko, të them të drejtën, unë nuk habitem, sepse ne si popull zakonisht kur sa që ka këto ngjarje të mëdha i biem direkt, domethënë dhe themi jo, por jam shumë kurioz të di nëse këto do të konvertohen në vota. Pra, të gjithë 86% që ka votuar në faqen tonë, në komunitetin tonë, shumë të bukur dhe shumë cute, do të përkthehet në vota tek ferma VIP. Unë mendoj që sigurisht produksioni ka pak gisht në hyrjet dhe daljet e fermerëve brenda në shtëpi. Si në çdo vend. Arbana patjetër mendoj që është e lënduar nga fjala që Ola ka përdorur, sigurisht e pa justifikueshme fjala që Ola përdori, por gjithashtu e pa justifikueshme dhe justifikimi që Arbana i bëri kur e përdori Moza atë fjalë. Por mendoj që Arbana duhet të tregohet mjaftueshëm e mençur për të kuptuar që Ola klikohet dhe Ola shet në atë shtëpi. Dhe Ola është oponentja e Mozës në atë shtëpi për momentin. Për momentin, sepse Moza me sa duket e ka gjithë shtëpinë kundër, por gjithsesi për ne mbetet për të parë se si do vazhdojë gjithë kjo ngjarje që nisi nga një fjalë, nisi nga një ngacmim, me qeshur dhe pastaj përfundoi në këto lloj rrethanash. Tani unë nisi them boll folur për këto gjëra dramat e jo fjalë më the thash, por të fokusohemi pak tek romancat, tek gjërat e bukura, tek këto postimet familjare, kartolinat e bukura. Për çfarë ke fjalën Bjeri shkurt? Trosh Muhabetit e kanë fjalën për Beskallakun dhe partneren e tij të re. Të mistershme ama. Nuk i ka çurrelat. Po, vetëm ka çurrelat, pa portret. Është ajo foto aty, merri që ta shohim, po. Tani ka postuar Besi një foto familjare, ku është motra, kunati, mamaja, Besi dhe vajza misterioze e cila duket si ka vjedhur zemrën. Dhe Besi duket më në formë se kur, pas atyre lohatjeve që ai kishte nga divorci, ai nuk e fsheh faktin që është i lumtur, është i dashur, edhe me vajzën duket sikur i thot faleminderit që riktheve Besin e vjetër. Ka shumë Ne kemi tentuar të komunikojmë me Besin, por Besi ka qenë shumë hermetik lidhur me këtë marrëdhënie. Me sa duket ai ka mësuar, po themi, nga gabimet e së shkuarës, po përpiqet ta mbajë shumë private marrëdhënien e tij. Po hermetik nuk është se ka qenë. Hermetik në identitetin e vajzës. Okej, identitetin po. Ndoshta e vajza nuk do të bëhet e famshme, ndoshta nuk i takon fare botës së artit. A thua do shkojnë drejt altarit, se shumë postime të bukura dhe dashurie të fortë po bën Besi. Interesante, gjithsesi dasma e Besit dhe Xhansirës ishte një super mega dasëm. E vërtet, sepse u martuan dy personazhe të dy. Por nuk e dim. Nuk e di, mund të bëj bazë edhe një dasëm akoma më të madhe, akoma më të bukur. Me rëndësi është në fund të ditës që Besi është i lumtur, çdo gjë është duke u shkuar shumë mirë. Familjare e ka bërë, patjetër ne në fund të ditës do donim pse jo të kishim një dasëm, se unë s'kam as i dasëm. Po ty ftesa e sigurt që s'do të vi kurrë, edhe nëse Besi Mundet të më vi, you never know that, we love Besi here. Por me qenë se jemi te dasmat, kush do martohet këtë verë Kostian? Tani ka ti pak po e sigurt që jo, dhe unë pak po e sigurt që jo, por ka zëra vërdall që thonë që Bora Zemani dhe Donald Veshaj do të mbajnë dasmën e tyre këtë verë. Ma më pëlqejnë. Kanë vite bashkë. Ka shumë vite, tani. Kështu që duhet një dasëm. Propozimin ja bëri tek filmi, tash duhet. Një dasëm
Edhe një fëmijë me kismet zotit edhe janë në rregull. Kismet, gjithsesi, mua dasma e tyre do më pëlqente shumë ta shikoja, se e di që Bora shumë detajiste, Donaldi është shumë Është virgjëresh, kaq mjafton për të kuptuar. Ja, ju virgjëreshat. Donaldi është artist, nuk e di, do doja shumë të shikoj një dasëm. Ndërkohë një dasëm tjetër që mund të ndodhi këtë verë, por Olsi Bylyku na e ka lënë me pikpyetje, është pikërisht dasma e Olsit me partneren e tij. Edhe Olsi të njëjtin gjë si Besi, shumë hermetik, domethënë poston tek tuk në histori, po. Duket sikur janë, nuk dua ta them traum, po dhe është një farë traume sepse kanë pasur lidhje shumë të ekspozuara publikisht dhe që nuk i kanë shkuar dhe aq mirë sa ata prisnin, kështu që kanë zgjedhur të ruajnë privatësinë. Mëse duket çunat e showbizit për ato pa nga parë. Gjeje kush është martuar vetëm këtë javë. Për herë të katërt. Por këtë herë me të njëjtën grua. Blero, e vdekme është Blero. Është Blero. Që kur the numër 4 e dia që ishte. Është Blero. Blero ka bërë celebrimet me partneren e tij se me sa duket ligjërisht nuk ishin martuar. Bën dasmën e madhe, por nuk ishin martuar dhe zbuluan shtatzanin, bën edhe celebrimin ligjor. Tani nuk e di se sa firma hedh Blero lart e poshtë në për këto gjendje civile. Nuk e di E vdekme që ai që është shef atje që celebron është lodhur duke parë Bleron, po gjithsesi ne urojmë që rëndësi ka mos të lodhet Blero vet. Po. Jo, Blero nuk lodhet motor, se sa dasma ka për 4. Imagjino domethënë. 3 dasma ka bërë, po 2 dasma i bëri me të njëjtën. Imagjino lek domethënë që hedh ai boti tjetër. Bravo i qoftë. Bleros që di të bëj ekonomi. Bravo! Ngel pa lek Blero i futej dasëm. Se tani hidhen lek edhe për kurorzimin, po tem tjetër ka le varet. Gjithsesi ne do jemi në pritje të kësaj vere për të parë se kush do martohet, kush kanë qenë thjesht lajme të pavërteta dhe në fakt nuk do martohet. Ne këtu do jemi. Ndoshta mund të kemi taksur në njëri, sa çifte ka tani me thënë drejtën. Gjithsesi, këtu do jemi për t'i komentuar të gjitha. Ju e dini, tani mos harroni ta bëni subscribe në andale.al, follow në gjitha rrjetet tona sociale dhe kemi arritur 200.000 subscribers. E vërtet, prandaj, gjithsesi mos evitoni ta shtypni atë butonin subscribe sepse gjëra shumë të bukura do vinë dhe mos harroni të ndiqni WTF Show çdo të premte. Për këtë arsye si shpërblimi kemi sjell 2 balerina braziliane që do të futen me një sër. Pas pak, pafshim. Ándale.